e ndalur. Në një qytet të vogël, në dyqanin e një orëndrejësi të moshuar, qëndronte një orë muri që kishte ndaluar në orën 3:17. Asnjë përpjekje për ta rregulluar nuk funksiononte, dhe askush nuk e dinte pse. Orëndrejësi, zotëri Ilmi, e linte ashtu, si kujtim nga koha kur gjithçka ndryshoi për të. Një ditë, një djalosh i ri, Erisi, hyri në dyqan për të rregulluar orën e gjyshit të tij. Ai vuri re orën e ndalur dhe pyeti pse nuk e ndreqnin. Ilmi buzëqeshi lehtë dhe tha: sepse ajo orë nuk mat kohën, ajo ruan një moment. Kur Erisi nguli këmbë për ta parë nga afër, gjatë prekjes së mekanizmit, ora papritur filloi të punojë. Në atë çast, dritarja u hap vetë, një erë e lehtë fryu dhe një fotografi e vjetër fluturoi nga sirtari, një foto e Ilmit me dashurinë e tij të parë, në orën 3:17 të pasdites, shumë vite më parë. Ilmi qeshi me lot në sy. Ndoshta ora nuk ishte e prishur, ndoshta priste dikë që ta çonte kujtimin përpara.